Ermal Gjinaj, bashkëshorti ish ministres së shëndetësisë Ogerta Manastiliu, dikur punonjës pranë gazetës së Rilindja Demokratike, ka deklaruar rreth 200.000 euro të ardhura gjatë periudhës 2021-2025, kohë që përkon me largimin e tij si drejtori i qeverisjes së OSHE, ku në krye ishte Adrian Çela, i lakuar për afera epike korruptive. Të ardhurat i ka deklaruar nga aktiviteti si person fizik, me objekt veprimtarie në fushën e medias. Nipti kamuflon portalin Bota.al. Për 8 vite me radhë, burri i Manastiliut nuk ka publikuar bilance mbi aktivitetin financiar, duke ngritur dyshime të forta për një skem pastrimi parash. Dyshimet shtohen më tej kur çifti ka bler makina luksoze me çmim qesharak dhe apartamente nën vlerën e tregut, ndërsa emri i zonjës Manastiliu del në disa dosje të spakut për afera korruptive në shëndetësi, sidomos gjatë periudhës së pandemisë. Gjinaj ja nisi biznesin mediatik në vitin 2018 pasi ishte larguar nga OSHE, funksion në të cilin u rikthye në janar 2019, në krye të një drejtorie të sajuar nga Adrian Çela, posaçërisht për të. Gjinaj nisi të deklaronte të ardhura nga 40 deri në 50.000 euro në vit, pasi u largua nga OSHE në vitin 2020. Po gjatë vitit 2018, bashkëshorti i Manastiliut themeloi bashkë me 3 persona të tjerë kompaninë IT-s Instant.al, por ja shiti aksione disa muaj më vonë. Kompania nuk ka fituar tender publik gjatë kohës kur Gjinaj ishte aksioner, por themelimi i kompanisë dhe shitja e aksioneve nuk reflektohen në deklaratën e pasurisë së vitit 2018 që çifti Gjinaj Manastiliu ka ndërzuar në ILDKPI. Ermal Gjinaj nuk ka deklaruar asgjë në formularin e pasurisë së vitit 2018. Ermal Gjinaj ka bërë një karrierë sa të pabesueshme, aq edhe paradoksale. Besohet produkt dhe një reflektim i një angazhimi pranë Partisë Demokratike dhe pas vitit 2013 fal karrierës së Ogerta Manastiliut, e cila prej më shumë se 2 dekadash ka gëzuar besimin e Edi Ramës, fillimisht si drejtoreshe e drejtorisë së menaxhimit të strehimit dhe shërbimit social në Bashkinë e Tiranës, dhe pas ardhjes së PS-s në pushtet si drejtoreshe e QSUT-s, ministre e shëndetësisë, ministre e arsimit dhe vitin e kaluar si kandidate për Bashkinë e Tiranës, zgjedhje që u anuluan nga gjykata kushtetuese. Karriera e burrit të Ogerta Manastiliut: redaktor pranë gazetës Rilindja Demokratike, gazetar pranë Metropol, këshilltar i Gencerulit në Ministrinë e Industrisë dhe Energjetikës, antar në bordin e ujësjellësit të Kuçovë, antar në këshillin mbikëqyrës së kompanisë Regjistrit Tregtar Durrës, antar në AKBN, antar i këshillit të mbikëqyrjes të FAF Agrokredit, konsulent në Akademinë e Studimeve Politike KE, konsulent në Institutin e Implementimit të Informacionit, pedagog në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, drejtor në OSHE, konsulent në Fondacionin Rruga me Pisha, i punësuar pranë ambasadës së Çekisë, aksioner në kompaninë Instant.al, person fizik, Bota.al, ekspert në projektin e financuar nga BE Bashkitë për në Evropë.